Welcome to the Festival of Architecture. Për herë të parë Shqipëria mikpret një festival arkitekture, i cili ka mbledhur në Tiranë qindra arkitektë nga gjithë bota për të diskutuar sfidat e zhvillimit urban e social të ditëve të sotme. Ju uroj mirëseardhjen këtu në zemrën pulsuese të Tiranës, në një Shqipëri që sot prodhon arkitekturë më shumë se e gjithë Europa bashkë. Festivali mban emrin Bukë e zemër dhe motoja e tij është Sillni pa krip, duke mishuruar kështu mikpritjen shqiptare në thonjën e vjetër Bukë krip e zemër. Bazuar mbi këtë thënie, kryeministri Edi Rama ftoi arkitektët të shohin mundësitë e pafundme që ofron Tirana e Shqipëria. Tirana sot nuk është vetëm një skenë, është katalizator. Nuk është vetëm një vendodhje, por është bashkëpunëtor. Projektet që lindin në Shqipëri nuk janë mediokritete lokale apo klishe globale. Janë të gjalla, me vlerë, sepse vijnë nga shkrirja e asaj, çka është thellë e rrënjosur dhe asaj që është e hapur. Kryeministri Edi Rama shpjegoi para arkitektëve vizionin e tij për të ardhmen e vendit. Jetojmë në një botë krizash natyrore që shumë fishojnë dhe të bëra nga njeriu, ku vetë ideja ne është e rrethuar, ku dialogu zhytet në zhurma e politika drejtohet nga frika, ku suksesi matet nga lartësia dhe jo nga afërsia, ku ambicia personale harron shpesh përgjegjësinë për të tërën. Kësaj ky takim nuk është vetëm premtim arkitekture, por një lloj arkitekture në vetvete, një konstrukt njerëzor, ndërtuar mbi rrënojat e brishtat të asaj çka ne kemi trashëguar, mbi ëndrat që ne shpresojmë që ende të realizohen. Një ftesë për të krijuar e për të kujtuar çfarë do të thotë të kemi diçka të përbashkët, e për të krijuar atë çka mungon ende. E çfarë është më urgjente, të kujtojmë që ta ndajmë atë. Aktualisht mbi 150 ekipe ndërkombëtare arkitekture janë të angazhuara në projekte në të gjithë Shqipërinë. Pjesë e festivalit arkitektëve nga mbar bota ishin edhe arkitektët që realizuan me profesionalizëm të lartë. Disa nga projektet e grupit Concord Investments, siç janë Marina Eurikumit, Festival City, Arameras Beach and Resort, e së fundmi edhe projekti vilave qeveritare në Vlorë.